A ka politikanë të sinqertë? A janë të sinqertë politikanët shqiptarë apo jo? Si mendoni? Ku ka politikanë, gjiri për vete, duan se cili për vete, o lali, për ty, për mu, ka gjë? Jo. S'ka politikani, për vete, jam pashku partit, mere me në qamët, me drejta e njeriu, me ato të grekrit. Grekrit i rafën, i vranë, i prene, i bërë, e të një bëjmë prapë me ato. O lali, unë e ti të rojmë, politikanët në gordit. Që ka? Politikanë të sinqertë, të besës, të drejt për drejt, mos ta bëjmë me hile. Gjithë sinqertë janë. Gjithë? Kush është më i sinqerti? Në, Edi Rama. Çka ka të E sinqertë? Sali Berisha. Edhe kryetari i bashkisë. To janë më të sinqertit. Do dalje, kryetari i bashkisë. Kjo dali, Jam i sinqert, thotë. në morin qafë. Pse? Po doli dhe. Pse? To janë... E kisha për humor, e kisha për gallat, nuk e kisha... Po duam se na kanë mbyt politika. Ashtu, kështu që ku ka të sinqert këto janë gjithë interesatçi. Ku ka aty? Këtë ta nxjerrin. Është politik, si ka thënë e file diputana. Politikanët, file diputana, kështu i thaj. Tha, pse nuk u bone, tha, se mos e nxjerr, pse u bone, tha, file diputana, tha, do isha kryetar, do isha në parlament, tha. A tha, kështu ai. I tha nonës vet. Pse s'u bone file diputana që në theshin deputet në parlament. Se gjithashtu janë thonë? Po, gjithë. Ç'a duhet bëjmë ne që ta ndryshojmë këtë gjë? Ke Leni Kocaqi, është konfirmos. Tamam, bandi. Ajo ma ka mund me shenë dërë tashi. 5 libra e kam të asaj unë. I kam lexuar 5 libra të asaj. Po të këtyre tjerë ke marrë librat, i ke lexuar dhe s'të ka pëlqyer apo si? Po një gjë që flasin. Rama për shkakun ka bërë libër. Rama ka folë për Enver Hoxhën, Rama për dikush është i jati Edi Ramës. Kristaqi që ka vonë firmën, Avzinelën që e kanë varë atje në 89-ën, e kanë varë në Kukës. I jati këti. Domethënë ti ke lexuar librat e këtyre dhe vetëm Leni Kocaqi të pëlqen në mënyrën se si shkruan dhe mendojnë që do ta bëj këtë. Edhe ai që del këtu, edhe ai mirë flet. Del këtu ai Kastriot Ceka, Bashkim Karaj, dhe është edhe një këtu që del. Edhe ai mirë është, si quhet? A më del një burr këtu, të harrova emrin tash, por ka kriju dhe ai parti. A dheu çaj ka, edhe ai mirë. Më ka pëlqyer Beshkri Osman. Është Osman. Edhe ai më ka pëlqyer kështu si të folme, pastaj në realitet janë gjëra të tjera. Ka politikanë të sinqertë në Shqipëri? Jo, unë jam huaj. I huaj? Po. Where are you from? Iran. është me politikë, pa. Po me çfarë merremi? Me punë. Po punë është edhe kjo. Ja s'marr vesh që jam pa shkollë. Po politik po flasim, ndjek politikën apo jo? Marr vesh nga politika. Jam i shkufutur. Mirë e ke bërë. Politikanë sinqertë në Shqipëri apo jo? Gjithë të sinqertë. A ka politikanë të sinqertë të drejt për drejt Shqipëria? Ndjek do. Politikanët gjithë nërgjejshëm janë. Ti moshet ti çesh sektoret mishit të ty. A ne ti bësh mish grip, jo për njerëz, jo për qend. Pse po t'ja njerëzit infektohen edhe ata? Infektohen. Se bëm kanibalizëm. Për qend. Ti çesh sektoret mishit e ne ke qend aty. Qend e lalit. Qend e lalit, ku e gjej qend e lalit? Lali i ka çuar atje në kombinat. I trajtoi atje. Po ku e gjej lalin, e fullën në burg lalin. I sinqertë ishte dhe ai. Aje, më i mirë ka këto tjerë, po. Ai ka punu mund këtë vjellë, nuk diskutohet. A mo që punë ka boj, a qif deri nonë, pra, ka bo punë. Jo. Ai ka bo punë, shqip më bedin. Mund këtë vjellë, ne ka vjellë, të shqip. E në ty tjeshtë, në unë t'jem mas poshtë, dhe i lymë gjishtët. Kush është më i sinqerti nga këta? Ky, Erion Velia, më i sinqerti, ky është. E pe qarë tha ai si e qujnë edhe dje e dha televizori. Erion Velia e kam fut këtë burgë. Unë e kom me dokumenta, tha, e qishtë qa dosje. Ti mori këto përgëria, ti lexoj, tha, dhe vendosi, ta fusim burga për ta liroj. Ka llafe që do futen në burg dhe ta ulan balla. Llafe janë? Po s'ka që më dorë ta ulan balla, më burë. Ta ulan balla ministër
Leshi, o ministri nga ato të diasporës. Sa lekët me... Ke ministri brendshëm sa kohë? Po jam, mësë më korupcion, pse se di, si shefe i qarë bëbodë me këto, vetëm me qenë budal, ma zhë. Ndryshe, zbodë. Ta marri prapë Rama, thua? O, ja ta thaj mund. 75 deputeti kam qepej. Po, ju ngeli gjithë ditën atje, kaptin si ka bo si trongën kaptina. Del për atje, nuk u veq, po del ke atje, ke shpia vetë, flet atje në shpi. Edhe mush televizorin. A i del nga zyra? Po qa zyre, me kush kanë zyre. Kush flet më bukur nga këta tani? Kush na e mbush mendjen? Ne, okej, për politikë thamë që është Elena këta, po në komunikim kush është më i mirë? Komunikime. Vetëm me Rama flet bukur. Ajo është, e ka thonë njani, nuk është e imja, është kryeministër Batutash. Ajo nuk është kryeministër, ajo i dështu ka qenë piktor. Ka vjedh pikturat e njonit, nuk e diti. Edhe i ka shit atje, është i dënuma në Paris. Ajo i ka... Po pra, ato pikturat ja ka vjedh ati, Korçarit, edhe i shitin Paris, edhe është i dënu, e kanë zjera ju ato dënimin që ka në Paris. Ka ndru emrin nga Edi Rama, se Edvin Edi Rama, e ka ndru emrin. Vetëm se ka qenë hajdut, po jo... E ka di pse ja mori ato, ikonat ati, Korçarit. Vite ke teatri, unë jam nga ato teatrit, në falë. Jam nga ato që kam nejt 2 vjetë në teatr, na i prishi kë, plera bashkisë teatrin. Do ta bëjnë të rria, do thonë që do bëjmë një teatr. Po parë Shqipe, di ku ka qenë? Në Tiranë. A e di? Na thoj ti. Është teatri operës, ka qenë Vjosa. Aty ka qenë shkolla pare Shqipe në Tiranë e prishi, kjo plera e prishi. Do bëhet i pallat shumë i bukur aty me kokën. Po çarme e kanë bërë atë, jo me jo, atë ka lulishte tash. Vjosa tash aty ka qenë Vjosa, ajo ka qenë Hotel Vjosa, aty ka qenë shkolla parë Shqipe në Tiranë. E prishi, prishi teatrin. Ishte ajo teatri që, si ta them unë të, La Scala në miniatur. Jo La Scales, po them se ishte ashtu. Po në miniatur kam qenë, unë kam pa. Prishin teatrin sepse do ndërtojnë një më të ri, më të madh, sepse Tirana është zhvilluar. Ishte vend tjetër pra. Po çfarë do s'lan kinema, s'lan ashtu, do bëjnë këto, më fal. Do bëjnë këto. Do në vetëm shkatërim bëjnë. Tek prishja megjithëse tash i kanë hyrë maleve. Bën Bregdetin, tash i kanë hyrë male, ke marrë vesh. Televizori kanë hyrë maleve. Që privatizojnë, bëjnë turizmo në përmale, se i kanë kapto, nuk i lëshojnë kollaj. Se nuk e majmen titullin që kanë shkryt. Mund të aplikoni edhe ju për malet €1, ose zona e mbrojtur €1, që është... Unë e kom kry atë timen, s'kisha me kry. Më vjen keq për brezin e ri, për shqiptarin, pse po e shkatrojnë shqiptarin. Pjesën e kësaj që the prishi shkollën, sepse ishte shkolla e vjetër, e parë Shqipe në Tiranë, ishte Vjosa, e bëri lulishte. Vetëm plakatën kishte, se s'ishte më shkolla jo, ishte Hotel Vjosa. Mas opera s'tu pra, është lulishte tash aty. Aty kanë bërë një, mbas kësaj që thua ti kanë bërë një pallat tjetër. Kokë Skënderbeut që kanë bërë atje, gjasë me kohë. A është kokë Skënderbeut ajo? Shkun e kanë rrethu këtë, e kanë rrethu Skënderbeun këtu, vetëm sepse është problemi muslimanëve, se nuk e duan muslimanët, se i quajnë Skënderbeun tradhtar, di se i quajnë muslimanët. E quajnë Skënderbeun tradhtar muslimanë, kanë tradhtu turqit, se diti që kanë dalë, që flasin. Ajo është eurokombëtare, ç'lidhje ka hyme. Ajo është eurokombëtare. Ka tradhtu turqit thonë këto. Pjesa e fesë është ka tradhtu turqit. Ore mos më jep këto se unë nuk pushoj kështu për të fol flas sa dushun, po mos më jep këto gjëna. Bukur thotë që ka rrethon, unë e di se ajo po restaurohet. Po ça vajte 10 muaj? E disa koka, ka kalu i muaj ca, 2 muaj. Çfarë restaurohet ajo më? Kaftohet, bravo. Tani ai është bërë një pallat aty mbrapa, atë ngjan ty me kokën e Skënderbeut. Po ashtu e kanë bërë si kokë e këtij Edi Ramës. Ngjan si kokë e Edi Ramës. Ajo që kanë bërë këtu lart. Asa kokë e Edi Ramës pra, atë thot për Skënderbeun, po ka bërë kokën e vet, më duket. Po. Atje. Se dati ju ka bërë kështu. Kokën e vet. Ka bërë kokën e vet, çka ka bërë? Tani, atje tham koka e Skënderbeut, është si koka e Edi Ramës, nuk është koka e Skënderbeut. Po ky me kulla, koka kujt është? Kuba. Çfarë bën këto e shkatruan Tiranën, unë jam lider në Tiranë. E Tirana nuk ishte nevojë të shkatrojnë gjonat e vjetra. Kanë bërë ngrit këto, kanë sahatin edhe xhamia, qëndronte xhamia.